sigurisht ka mundësi që të ke pas këtë përvojë, është që për shembull sot një pjesë e madhe e deputetëve të lëvizur në dosje i pyesin njerëz të medjave a po dini çfarë po bëhet me president. Po, vërtet. Se vetë nuk e di. Shumë e vërtet. Që kjo për mua është problematike. Sa? Jo kur ti për shembull e mbledh grupi parlamentar e thu qëndrimi jon për presidentin është ky, e shpjegojmë pse ka kundërshtime i përgjigjesh. Po, në mënyrën e vet, po e din për çka. Po ti i përgjigjesh, për shembull shkëlqeni thotë, "Mo për mendimin tim që kjo gabim, ti mundohesh me fol, më shkëlqeni më shpjegoj pse unë mendoj që s'ka gabim, ai mendon. Edhe po, në fund let kemi mos pajtim për këtë punë. Po mos me di çfarë po ndodh fare. Më u kon domethënë vendimarrja koncentruar në 2-3 njerëz. Dhe të tjerëve vetëm ju transmetuan në moment fundi. Për shembull, unë kam dëgju, dhe tash nuk e kam 100% të konfirmuar, po nuk më çudit që fakti që Lëvizja vendosi do ta kandidoj për kryetar kuvendit Dimal Bashën, i është kumtu grupit parlamentar çat ditë mëngjes. Po vërtet. Domethënë, si më thon seanca fillon 10, non na mlidhëm dhe çfarë u kallzoi Dimal Basha do të jetë kandidati jon. Edhe ju kallzojmë atë duhet me votu as duhet me votu. Ja, ajo automatikisht duhet me votu. Që kjo për mua është shumë problematike.